A i kënaqur me rrogën? Punoj në Greqi, nuk punoj këtu. Meqenëse ishte edhe Rama atje që i bëri thirrje edhe shqiptarëve të diasporës që jetojnë në Greqi atje. Ktheu në Shqipëri si kanë rrogat më të mira, nuk paguni taksa siç paguni. Po atje folej se nuk e din benin ato grek, ato shqiptarë që në Greqi se. Këtu marrin 400.000 lekë, 300.000 lekë marrin merr punëtor. Si është, ju keni punuar dhe jetuar edhe këtu apo jo? Sa vite keni shkuar në Greqi? Kam 30 vjet. 30 vjet që keni shkuar. Po si është realiteti? Se në televizion e shohin gjëra të tjera, na thon tjetër. Televizori janë paguar ato televizorit gjithë, janë paguar ato televizorit që jep Edi Rama, jep ata se. Nuk është e vërtetë që nuk është e vërtetë. Po se është vërtet, merr kush 3.000-5.000 euro këtu. Si sta Edi Rama. Edi Rama. Po merr kush 5.000 euro këtu. E 6.000 euro si tha asaj. Pane 5.000 euro. Po ashtu i tha, hajde se t'jap 6.000 tha këtu. A i tha kështu ajo? Ju vetë besoni kur e dëgjoni? Po se besojnë, ka shqiptarë që e besojnë? Po ku diun se cili ka menin në vet. Çfarë mendimi ke për këta që thonë që do kthehemi për atë siç ka thotë Edi Rama? Po do kthehemi po hikin për ditë, çfarë do kthehen? Po hikin për ditë, çfarë do kthehen? Kush është që do kthehet? Kush është që thotë? Po thotë atje se i merr shqiptarët nga këtu, shkon në Athinë, shkon tani, edhe folin mirë ata se pagun. Ju keni menduar të ktheheni vetë kështu? Po në familjen këtu i kam, nuk i kam atje, po unë shkoj punoj, kthehen. Shkon po. Ato ishte më mirë, ç'a mungon në Shqipëri? Si është? Po mungon gjitha, mungon. Një abëlli që bona, unë erdhi 5 milionë mori ajo 5.000 euro. 5.000 euro. Po për këto pallate më Po për këto pallatet i kanë vetat, këto se nuk pagun kushte, si kanë vetat. Punon për vete. Për politikën. Jo zakonisht. Ka 30 vjet që o kthyen Enver Hoxha, e kthyn sistemin e Enver Hoxhës. Nuk e njëjta gjë thonë. E njëjta gjë. Më mirë me Enver Hoxhën se sa më mirë me Enver Hoxhën? Më mirë se sa veta janë vrasur sot.